Pra, minimumi i nifasit qenë ka minuta. Minuta. A maksimumi i nifazit është 40 ditë. 40 ditë mund të rjedhe gjak dhe gruaja nuk fal namaz. Edhe nuk i lejohet që të agjeroj. Pa edhe nuk i lejohet a bën të falje, nuk bën. E ndaluma është e haram me ka të falje. Tani të shohëm kush e definon apo çfarë argumenti e cakton atë se maksimumi sa është. Maksimumin e cakton hadith që transmetohet, një hadith që transmetohet prej Ummi Selemes, e cila thot, të cilin hadith e përcjell Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe të tjerët. Ummi Selemja thot kështu: Kanat an-nufasa'u تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما إلا أن ترى طهرا أقل أو قبل ذلك. Pra, thot Ummi Selemja, ato gratë të cilat ishin në lehoni, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rinin 40 ditë në përjashtim nëse shihnin gjakun përpara. Domethënë nëse në përjashtim nëse shihnin se është ndalë gjaku ma para 40 ditë. Atëherë normal domethënë pastroheshin. Prandaj, pra minimumi është minuta, bile sipas disa dietarëve edhe minuta mund të mokese. Ka rast që matralla janë, mundet gruaja të lindë dhe mos i pikoj asnjë pikë gjaku. Edhe këso rasti ka. Si që përmendëm atë meselen në fillim, si thamë Ebu Hanifja, në këtë rast, si ishte rregulla, thot pasi që ka linjt, edhe pse nuk i ka rridh as pak gjak, ajo duhet të lahet. Ndërsa Ebu Jusufi dhe Imam Muhamedi thonin çka? Se ajo pse të lahet kur nuk i ka rridh gjak. Domethënë shkonin më tepër në këtë mendim.